Horoskopi ditore hën 1 qershor 2026. Dashi, kjo ditë do të sjellë emocione mjaft të bukura, por nëse jeni duke jetuar mes dy historive, ka ardhur momenti të zgjidhni. Sa i takon punës, mund të keni dëshirë që të nisni diçka të re. Demi, Venusi do të jetë në anën tuaj dhe kjo gjë do të ndikojë pozitivisht në dashuri, sidomos sa i takon historive të reja të dashurisë. Edhe në punë gjëra do të ecin mirë. Mund të merrni një konfirmim, por nëse duhet të bëni një zgjedhje, veproni menjëherë, pasi që kjo ditë mund të ketë ngadalësime për shkak të ndikimit tranzit të Saturnit. Binjakët, duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm në dashuri për shkak të ndikimit të kundërt të hënës, ku mund të mundoheni të mbani nën kontroll fjalët dhe të mos flisni shumë. Sa i takon sferës profesionale, mund të ketë probleme ligjore që kërkojnë menjëherë zgjidhje. Gaforia, historitë e reja janë mjaft të favorizuara në saj të ndikimit tranzit të Mërkurit. Bëni mirë që të shmangni diskutimet pasi do të ndiheni tepër nervoz. Në të ardhmen mund të ketë zhvillime pozitive për shkak të disa situatave të cilat momentalisht nuk duken premtuese. Luani, gjatë kësaj dite do të ketë momente nervozizmi, ndaj bëni kujdes. Megjithatë, përgjithsisht do të jetë një ditë pozitive ku do të keni mundësi që të pajtoheni me dikë. Sa i takon punës, keni nevojë për më shumë qetësi, sidomos sa i takon anës ekonomike. Virgjëresha, kjo ditë do të jetë disi në ritmin e duhur në dashuri, ndaj mundohuni të bëni kujdes. Organizoni më mirë gjërat dhe shmangni konfliktet. Duhet të mundoheni që të relaksoheni më shumë dhe të mos mendoni për punën. Peshorja, ju pret një ditë pozitive sa i takon dashurisë, ku mund të përkufizoni detajet e historisë dhe të përballeni me kurajo dhe vendosmëri. Sa i takon punës, do të keni mundësi të gjeni përgjigje lidhur me dyshimet tuaja dhe nëse ka diçka që nuk ju kënaq, mund të gjeni kurajon për ta ndryshuar. Akrepi, kjo ditë do të sjellë përmirësime në dashuri, ku do të keni mundësinë të rigjeni qetësinë në çift dhe do të sqaroni çdo dyshim të mundshëm. Edhe në punë do të nisë për ju një fazë më e mirë, pasi Mërkuri do të ketë ndikim më të favorshëm në shenjën tuaj. Shigjetari, ju pret një ditë pozitive në dashuri, në saj të ndikimit tranzit të hënës në shenjën tuaj, e cila do t'ju jap forcë dhe fat. Kujdes duhet të tregojnë vetëm çiftet të cilët kanë kaluar luhatje. Në punë do të arrini të zgjidhni një problem. Bricjapi, Venusi do të jetë në anën tuaj në dashuri, ndaj mundohuni që të përfitoni. Nga ana tjetër, mbani parasysh se nëse një histori është mbyllur përfundimisht, nuk ka mundësi të rilind. Në punë, ky është momenti i duhur për të bërë propozime dhe zgjedhje të rëndësishme. Ujori, gjatë kësaj dite duhet të jeni më të qartë dhe më konkret në dashuri. Do të ketë mundësi të shumta pajtimi dhe afrimi. Sa i takon punës, do të keni mundësi për të rinisur. Nga ana tjetër, mund të vendosni të mbyllni një rrugëtim dhe të nisni një tjetër. Peshqit, kjo ditë kërkon që të tregoheni të kujdesshëm në dashuri dhe të shmangni debatet, pasi do të keni hënën kundër. Dita do të jetë mbushur me nervozizëm edhe në familje, ndaj mundohuni të mos e humbisni durimin. Në punë duhet të vlerësoni mirë situatën.